إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimet I takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar mëshiruesin, mëshirëbërësin të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar të na ruaj nga të këqijat e vetëveteve tona dhe të këqijat e punëve tona. Duhet ta dije të sigurt se atë njeri që Allah I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta humbë nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allah I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak të veprës së tij të keqe, nuk ka kush mundësi ta udhëzojë në rrugën e drejtë përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet në të drejtë është Allahu I madhëruar krijuesi I gjithësisë dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguari I tij. Të dashur vëllezër, Allahu I madhëruar thot në Kur'anin famlar: O ju të cilët keni besuar, kjeni frikë Allahun me një frikë të vërtetë. Kjeni frikë Allahun me një frikë të sinqertë dhe mos disni ndryshe veç se si besimtar musliman, mos u dali shpirti veç se ju jeni të bindur në besimin tuaj, jeni të bindur në besën që I keni dhënë Allahut të madhëruar, jeni të bindur në pranimin e fesë Islam. Kush dëshiron lumturin në këtë botë dhe në botën tjetër, le ta di se ai gjendet në fenë që Allahu ka zbritur në Islam, në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Të dashur vëllezër, Allahu I madhëruar në të vërtetë ka bërë të ndaluar padrejtësinë. Thot Allahu I madhëruar në një hadith kutsi: O robërit e mi, ja kam ndaluar vetësime padrejtësinë dhe kam bërë të ndaluar midis jush të jeni të padrejtë. Padrejtësia ditën e gjykimit, thot profeti alayhis salam, është errësirë mbi errësirë. Mirë për njeriu I cili ringjallet ditën e gjykimit dhe I ka bërë padrejtësi të tjerëve. Ka qenë I padrejtë ndaj të tjerëve. Ka qenë I padrejtë në radhë të parë ndaj krijuesit të tij dhe më pas ka qenë I padrejtë ndaj të tjerëve. A nuk mendon njeriu se një ditë do ringjallet? Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaik أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Mirë ata të cilët në shitblerje masin padrejtësisht. Kur ata ja shesin mallin e tyre të tjerëve, e masin shumë mirë. Dhe kur duan të jetë në favorin e tyre, ata e masin pa. A nuk menduan ata se një ditë do ringjallen? Në ditën madhështore, në ditën e madhe, atë ditë kur të çohen njerëzit do ringjallen nga varret e tyre për të dalë para Allahut të madhëruar. Pse do ringjallen njerëzit varre? Para njerëzve, pse do ringjallen kafshët? E dini vetë? Kafshët do ringjallen për të marrë hak njëra tjetrës. Hakun që kishin në dynja. Jo vetëm hakun ndaj njëra tjetrës,
Po nëse një njeri ka bërë zullum ndaj një kafshëje në dynja, ajo kafshë do t'ja marrë hakun e saj ditën e gjykimit. O Zot, sa madhështor. Allahu i madhëruar e krijoi njeriu me një natyrë të pastër që urren padrejtësi. Dhe e krijoi një natyrë të pastër që e do të drejtën. Por se të jesh i drejtë në një kohë, në një vend ku padrejtësia është bërë normale, është e vështirë. Të luftosh të padrejtën dhe të jesh i drejtë me veprat e tuaja, është e vështirë. Prandaj besimtari duhet të jetë model tek vetja e tij. Por jo vetëm tek vetja e tij, por duhet të jetë ftues dhe thirrës në shoqërinë e tij, me guxim, pa qenë inferior, duke thirrur tek e drejta, tek e vërteta, tek e mira. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar na mëson dhe na edukon se nocioni i pasurisë së tjetrit, pra si e shikon individi pasurinë e tjetrit. E shikon si pasurinë e tjetrit jo të tillë, apo e shikon si pasurinë e vetes së tij. Allahu i madhëruar thotë në Kur'anin famlar: "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." O ju njerëz, mos e hani pasurinë tuaj midis jush padrejtësisht. Nëse ndalemi pak ke ky ajet kuranor, vërejmë madhështinë e këtij ajeti. Allahu i madhëruar nuk thot mos hani pasurinë e të tjerëve. Thot mos hani pasurinë tuaj. Mos pasurinë time, padrejtësisht. Qëllimi është i ajetit mos hani pasurinë e të tjerëve. Mos hani pasurinë tuaj midis jush, padrejtësisht. Pasuria e tjetrit është si pasuria jote në papërshmërinë, në papërshmërinë e saj, në shenjtërinë e saj. Si çdo kush prej nesh nuk dëshiron që pasurinë e tij ta prekë dikush padrejtësisht, ashtu duhet të dëshirosh që edhe pasurinë e tjetrit mos ta prekësh padrejtësisht. Të duash për tjetrin atë që do për veten tënde. Wala tudlu ila al-hukam. Wala tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwal an-nas bil-ithm. Pastaj vjen ajeti kuranor si puna përshkruan realitetin tonë, ose realitete shqyrime në tërësi, në histori. Dhe mos i jepni rushfete gjykatësve për të ngrënë pasurinë e njerëzve padrejtësisht, dhe ju e dini se ajo është gjuna. Para disa kohësh, ose disa ditësh, më falni, një gjykatës u vra në sallën e gjyqit. Pavarësisht, nuk kam përgjykuar rastin në fjalë. Po ne e dim të gjithë që drejtësi në gjykata nuk ka. E dim gjithë që rushfeti kush ka parë fiton. Kush ka parë fiton. Kush jep më shumë fiton. A mundet një gjykatës të ndryshojë realitetin dhe të vërtetën dhe të drejtën e dikujt? Përkohësisht po. Përkohësisht në një shërim të caktuar po. Mund t'i japi të drejtën dikujt që nuk i takon. Mund ta tërësoj tokën e dikujt. Dhe thot që kjo tokë i takon Abdullahit, jo Junuzit. Dhe toka është i Junuzit. Për shkak të një rushfeti. Dhe Allahu thot i madhëruari, mbi 7 qiell thot, dhe mos jepni rushfete gjykatësve për të manipuluar të vërtetën dhe të drejtën. Në mënyrë që të rëmbeni, të hani pasurinë të tjerëve. Dhe ju e dini shumë mirë që kjo është gjuna dhe pa drejtë.
Thot profeti alayhis salam, gjykatësit janë 3 lloje. 2 në zjarr dhe 1 në xhenet. Pra hajde të shikojmë ç'është Islami. Si na edukon? Si edukon individin dhe shoqërinë? A mund të ketë një shoqëri të humbur, të devijuar, të falimentuar, nëse e zbaton Islamin me urdhëresat dhe porositë e tij? Gjykatësit janë 3 lloje. Janë 3 llojesh, 3 kategorish. 2 janë në zjarr dhe 1 në xhenet. I pari e di të drejtën, por nuk gjykon më të. Gjykon pa drejtësisht. E njeh të drejtën, ku të takon, por se gjykon pa drejtësisht, dhe ai është në zjarr, thot profeti alayhis salam. I dyti, gjykatësi i dytë nuk e njeh të drejtën. Nga ignoranca e tij nuk e dallon ku i takon e drejta dhe gjykon pa drejtësisht dhe ai është në zjarr. Dhe i treti, në xhenet, është ai i cili e njeh të drejtën dhe gjykon drejt dhe shpërblimi i tij është xhenet. Gjithashtu një hadith i çuditshëm kur e dëgjojmë, po na rinqet mishin një të kohë, tregon për shembullin e gjykatësit që pranon të jetë gjykatës. Thot, ai i cili men wali al-qada faqad dhubiha bi ghayri sikkim. Kush e pranon të jetë gjykatës, është sikur është therrur pa diçka të mprejtë, pa thik. Ka 2 kuptime ky hadith. Kuptimi i parë është që gjykatësi i padrejtë ka dënimin më të rreth ditën e gjykimit. Kuptimi i dytë është që gjykatësi i drejtë, para se të japi gjykimin për diçka, ndjen një siklet shumë të madh. E ndjen shumë të rëndë dhënien e gjykimit për diçka. Dhe i friksohet se mos gabon. Dhe shpërblimi i tij është shumë i madh. Prandaj të nderuar vëllezër, format se si mundet personi të grabisi ose të hajë pasurinë të tjerëve pa drejtësi janë të shumta. Mundet me grabitje të drejtë për drejtë. Mundet me grabisi tjetrin me mashtrim. Mundet të hajë pasurinë pa drejtësisht me kamatën, që sot quhet interesi. Mundet të hajë pasurinë pa drejtësisht duke pranuar ushtetin, ose duke kërkuar atë. Jo në rasti kur njeriu detyrohet të marrë të drejtën e vet, lejohet në të rast, të japi një rishtet dikujt që e detyron atë. Të hash pasurinë pa drejtësisht, gjithashtu është në shembullin atij i cili punson dikë, po nuk i jep hakun në fund djersën e badit. Ose shembulli atij i cili merr prej rrogës atë që nuk i takon prej punës së tij. Pra se ka bërë punën ashtu siç duhet, por se kënaqet se merr rrogën e plotë. Nga profesorët tanë në universitet, kur kanë bërë pra fakultetin e shariatit në Medinë, nëse mungonte 10 minuta e para të mësimit, thoshte rroga ime unë kam marrë për të ditë rrogë. Nuk takon. Dhe një nga profesorët tanë po të Universitetit Islamik në Medinë nuk përdorte dot lapsin e zyrës së tij jashtë zyrës. Dhe jo për punët e kujt, për punët që kishin lidhje me universitetin ose me zyrën e tij. Dhe nga format më të rrezikshme dhe për të cilat kanë treguar dhe dëshmuar dhe argumentet nga Kurani dhe Suneti, është i rrëmbesh tjetrit tokën e tij. Ti rrëmbesh tjetrit një pjesë të tokës. Dhe toka është e shenjtë, dhe toka është e shtrenjtë. Thot profeti alayhis salam, kush i merr pa drejtësisht tjetrit një pëllëm tokë, jo 2, një pëllëm. Jo 1 metër, një pëllëm. Kjo pëllëm toke që ka rrëmbyer pa drejtësisht tjetrit,
që i ka rëndyrë padrejtisë tjetrit, ditën e gjykimit, Allahu i madhëruar do t'ja vendosi në qafë si qafore dhe do t'a fundosi këtë njeri deri në tokën e 7, në të gjëndje. Nga transmetimet e hadith. Dhe ka transmetim që thot që do të vendoset kjo qafore, kjo pjesë e tokës, duke u marrë nga 7 tokat. Dhe ka transmetim të hadithit që thot kjo qafore do t'i rëndojë në qafën e tij, i përshtëruar, i rënduar, i nënçmuar, ashtu do e presi ditën e gjykimit, pra mbas ringjallën, ashtu do e presi llogarinë e tij, disa të bëhet llogaria. Ndërsa sot, nëpërmjet në manipulimit, nëpërmjet pushtetit, nëpërmjet pasurisë, njohje dikush, çdo qoftë ai, shtet, kryetar shteti, kryetar bashkie, individ, gjykatës, njëri i thjesht, mund t'i marrë tjetrit një pjesë të tokës. Në këtë hadith kuptojmë shumë mirë diçka shumë të rëndësishme. Gjërat dhe çështjet vlerësohen dhe peshojnë dhe rëndojnë në të vërtetë në varësi të asaj që Allahu ka saktuar dhe i ka vlerësuar, se sa peshojnë, sa rëndojnë, sa është ngarkesa e saj ditën e gjykimit. Edhe nëse në syrin e shoqërisë të padrejtë, këto gjëra sot shikohen normale. Nëse bëhet normalitet, jo normaliteti, anormaliteti, e padrejta, është gjëja më e rrezikshme për shoqërinë. Është gjëja më e rrezikshme për një shoqëri. Prandaj është shumë e rëndësishme të dim se sado i padrejti të jetë fuqishëm, do vi një moment kur ai do të shuhet. Dhe sa do të jetë i dobët mbajtësi i të drejtës, do vi një moment që ai do ngrihet lart. Me lenë Allah të madhëruar në këtë dynja dhe botën tjetër. Se sot, dhe ne vërejmë dhe në histori, ka shtete që pushtojnë dhe zaptojnë dhe glabërojnë tokat e popujve të tjerë. Ka shtet që vendos ligje të saktuara të padrejta që glabëron dhe zapton tokën e individëve. Ka individ që zapton shumë lehtë tokën e dikujt tjetër. Dhe ta dini dhe së dashur, që çdo tekst hyjnor nga Kurani dhe Suneti që ka ndaluar për diçka të padrejtë, do të dini se pasojat e saj janë të shumta, janë shumë të rrezikshme dhe të këqija, dhe të shumta. Pra nëse Allah i madhëruar ka ndaluar për zaptimin e tokës së tjetër qoftë një pllëm, ta dim se kush e vepron këtë, do ketë pasoja tek vetja e tij, tek familja e tij, tek shoqëria në tërësi. Dhe me shoqëria e pranon këtë diçka si normale, atëherë Allah i madhëruar do zbresi mallkimin të shoqërisë. Dhe i shikon sot njerëz që vriten familjarët midis vetes, vriten dy familje të ndryshme, vriten njerëz të ndryshëm, ato të cilët nuk ju përmbaten asaj që Allah i madhëruar ka urdhëruar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi dhe lavdërimi për këtë të Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin për profetin tonë Muhammed alayhis salam, dhe familjen e tij të nderuar, dhe shokët e besnik dhe çdo besimtar që ndjek rrugën profetike deri ditën e fundit. Të dashur vëllezër, transmetohet një hadith ku thot profeti alayhis salam, me të vërtetë kush i merr të drejtën vllajit të tij në vetim të rrem, i bëhet, i privohet xheneti, i bëhet e ndaluar hyrja në xhenet dhe ka detyrueshëm futje në zjarr.
Kush i merr të drejtën vllait të tij padrejtësisht, individit, dhe për thënë vllait të tij i përshëndet muslimanin pikë së pari. Po nuk është që nuk përfshin dhe të tjerët jashtënesh. Padrejtësia është haram e ndaluar ndaj çdo kujt. Ndaj çdo kujt. Kush i merr padrejtësisht vllait të tij të drejtën me betim të rrem, i bëhet haram xheneti dhe i detyrueshëm hyrja në zjarr. Për hadithi? Ja. I thonë sahabët, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse pak marrim pak, kena marrë diçka të vogël, na mundi epshi. Thot, edhe nëse ke marrë thot një, pra nga pema, ke marrë një dek të vogël. Dhe nëse ke marrë një dek të vogël të trumit. Nëse padrejtësia është ndaluar e vogla dhe e madhe. Dhe në shariat është një rregull që nga e voglja vjen e madhe. Nëse njeriu edukon vetëm duke marrë, duke rëmbyer, atëherë ai do rëmbej dhe më të madhe. Dhe padrejtësia dhe gjunahet e ndalojnë dhe privojnë njeriu nga hyrja në xhenet dhe e largojnë. Dhe gjunahet në përgjithësi dhe padrejtësia, sidomos padrejtësia ndaj njerëzve, është shkak për shkatërimin e njeriu. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, a e dini kush është i shkatëruari? I thanë sahabët atë të cilët nuk kanë as ar, as argjend. Jo. I shkatëruari el muflis është ai i cili vjen ditën e gjykimit me shumë namaz, me shumë agjëri, me shumë punë të mira, por se ka grabitur këtë. I ka rëmbyer atij tjetër diçka tjetër. E ka ofenduar këtë, e ka përgojuar tjetrin, e ka goditur tjetrin. Dhe do i merren të mirat atij dhe do i jepën atij të cilët i ka bërë padrejtësi. Derisa të mbaron të mirat, atëherë do i merren nga këqijat atë të cilët i shpër padrejtësi dhe do i hidhen të padrejtit, derisa t'i bëhet detyrë hyrja në zjarr. Allah na ruaj. Të dashur vëllezër, askush mos mendoj se dredhia e tij, padrejtësia e tij do fitojë një ditë. I padrejti dhe ai që bën dredhi dhe mashtrime, një ditë do të humbi. Dhe i padrejti është gjithmonë i humbur. Dhe padrejtësia dhe rëmbimi i pasurisë së tjetrit, dhe padrejtësia në përgjithësi është helm për pasurinë e tij. Është mospasje bereqet tek vetja e tij, tek familja e tij dhe shoqërinë përgjithësi. Prandaj besimtari duhet që në këtë botë, nëse ka bërë padrejtësi dikujt, dhe kjo është porosi profetike, o ju besimtar, o ju njerëz, kërkoni hallëllëkun sa jeni në dynja, para se të shkoni ditën e gjykimit, ku s'bën dobi as ari dhe as argjendi, por merren vetë punë të mira, ose jetën të këqija. Nuk është turp të thuash ti dhe të më baj halal, kam bërë padrejtësi. I forti është ai që është i fortë tek Allahu. I mençuri është ai i cili është i mençur tek Allahu i madhëruar. Dhe i fituari është ai i cili fitoi ditën e gjykimit. Dhe ai i cili thotë unë fitova, ja hodha tjerë. Unë sot fitova. I mora kaq to. Ja hodha tjetër. I mora një borxh, po s'ja dhash borxh. E ka harruar. E mashtrova tjetër, jam i fortë. Mos e zjas më tepër se kjo është temë e cila ka shumë pranon temën e të,
E lusë Allahun e madhëruar të na falë gjunat dhe gabimet tona. E lusë Allahun e madhëruar të udhëzoj familjet tona, fëmijët tanë në rrugën e drejtë. E lusë Allahun e madhëruar të bashkoj zemrat tona, zemrat e muslimanëve në zemrat e vetme në të vërtetën të drejtë. E lusë Allahun e madhëruar të shtoj midis nesh dashurinë, vëllazërinë, harmoninë dhe tolerancën. E lusë Allahun e madhëruar ta udhëzoj popullin tonë në rrugën e drejtë. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة